Horoskopi ditor e Mërkur, 4 mars 2026. Dashi. Mund të ketë një mundësi për të punuar jashtë vendit, por është thelbësore ta përputhni atë me objektivat afatgjata. Pavarësisht se duken të parëndësishme, praktikat e vogla të kursimit të parave kanë një ndikim të madh në stabilitetin financiar. Mund të jeni në gjendje të bëni zgjedhje të mençura investimi nëse ndiqni trendet e tregut të pasurive të paluajtshme. Zbulimi i vendeve të reja mund të zgjojë interesin tuaj dhe ta bëjë ditën tuaj më të gjallë. Organizimi i një bisede rreth çfarë na bën të ndihemi të dashur ndihmon në forcimin e lidhjes midis anëtarëve të familjes. Demi. Promovimi i mirënjohjes në mënyrë të rregullt brenda familjes ndihmon në nxitjen e optimizmit dhe harmonisë. Mund të mësoni diçka nga një i njohur i vjetër profesional që mund t'ju ndihmojë në karrierën tuaj. Nëse blini një pronë kur është ende në ndërtim e sipër, ajo mund të jetë mjaft fitimpruese. Themeli për mirëqenie afatgjat vendoset duke e marrë shëndetin seriozisht tani. Mund të merrni vendime më të mira financiare duke përdorur udhëzuesit e financave personale. Binjakët. Përvoja të shkëlqyera mund të përjetoni sot, ndërsa niseni për ekskursione interesante pushimesh. Për shkak të pikpamjes suaj optimiste, ju e mbani nën kontroll shëndetin tuaj dhe mund të përballoni çdo rrethan me kënaqësi. Burimet shtesë të ardhurave duan pak kohë që të japin fryte, kështu që do të nevojitet këmbëngulje. Marrja e pushimeve periodike do t'ju ndihmojë të qëndroni produktiv në punë, edhe pse niveli juaj i efikasitetit mund të ndryshojë. Darkat aktuale me familjen do të nxisin dashurinë dhe lidhjen. Pikpamjet e kualifikuara mund t'ju ndihmojnë të zgjidhni opsionin më të mirë nëse jeni duke kërkuar pasuri të paluajtshme. Idetë dhe informacionet e reja do të vazhdojnë t'ju mbajnë të interesuar në studimet tuaja. Daforja. Duke kultivuar vetdijen, një individ mund të shmangë të menduarit e tepërt dhe tensionin e panevojshëm. Arritjet në vendin e punës mund të pasojnë së shpejti me mundësi për stimuj dhe lëvdata. Rimodelimi mund të sjellë disa pengesa të vogla, por progresi do të bëhet gradualisht. Një strategji e fortë financiare mund të garantojë shpenzime të kujdesshme dhe akumulim të qëndrueshëm të aseteve. Mund të jetë e mundur të parandalohen problemet e papritura duke i mbajtur dokumentet e udhëtimit të rregullta. Luani. Inovacioni në vendin e punës mund të përmirësojë stabilitetin e punës dhe të krijojë mundësi të reja. Sot, t'i kushtoni vëmendje trupit tuaj mund të tregojë se keni nevojë për më shumë pushim dhe vëmendje. Pa qenë tepër kërkues, planet e udhëtimit mund të ofrojnë një zbavitje të mirëpritur. Një mënyrë e mirë për të balancuar detyrimet pronësore është të shqyrtoni mundësinë e pronësisë së përbashkët. Meqense fitimet e shpejta rrallë sigurohen, investimet afatgjata mund të kërkojnë durim. Një përpjekje familjare mund të hasë pengesa, por bashkëpunimi dhe përshtatshmëria mund t'i bëjnë gjërat më të lehta. Virgjëresha. Falë aftësive tuaja të shkëlqyera në kontrollin e parave të gatshme, tani mund të arrini pavarësi ekonomike. Jeni në gjendje të arrini më shumë pasi qëndrueshmëria juaj është në nivelin më të lartë. Një strategji proaktive në punë mund të çojë në përparim në të ardhmen. Nëse sjellja e familjes duhet të ndryshohet, bisedat e sinqerta do ta ndihmojnë procesin të shkojë më lehtë. Hetimi i vendodhjes së re do të japë një sër ndjesish, duke përfshirë disa që mund të jenë mjaft ndriçuese. Transaksionet e pasurive të paluajtshme mund të shtyhen prapa, por një strategji e llogaritur do të ndihmojë. Në frontin e kërkimit, zhvillimi është i vazhdueshëm, duke garantuar zgjerim të mëtejshëm. Peshorja. Një mundësi e papritur investimi mund të përmirësojë gjendjen tuaj financiare tani. Qëndrueshmëria juaj në betejë është konstante, por her pas here përqendrimi juaj psikologjik mund të dobësohet. Ky angazhim dhe këmbëngulje do t'ju japin motivim në vendin e punës. Një akt i vogël mirësie brenda shtëpisë do të frymëzojë lumturi dhe vlerësim të papritur. Sonte është një moment i shkëlqyer për të kuptuar se kush jeni, sepse udhëtimi vetëm ofron pavarësi dhe kënaqësi. Tregu i banesave është në anën tuaj dhe bërja e blerjeve tani mund të shpërblehet shumë më vonë. Në një nivel arsimor, çdo lëndë përparon në kuptimin tuaj në rritje. Akrepi. Mund të arrisni madhësinë e portofolit tuaj financiar me një investim të mençur në objekte koleksionimi. Planifikimi është thelbësor, por zbulimi i vendeve të reja mund të jetë ndriçues. Stili i jetesës së shëndetshme të sotme mund të formësohet nga zakonet e të ekuilibruarve të ngrënin.
Bujaria juaj lë një përshtypje të qëndrueshme, edhe pse dhuratat familjare mund të mos kthehen. Marrja me qira e një shtëpie mund të jetë fitimpruese, por kërkon menaxhim të kujdesshëm të qiramarrësve. Fitimi i njohurive për tregjet ndërkombëtare mund të përmirësojë statusin tuaj në karrierë dhe të çojë në mundësi të reja. Shigjetari. Modelet tuaja të shpenzimeve mund të përmirësohen nëse bëni rregullime financiare në buxhetin tuaj. Mund të jeni në gjendje të regjistroni momente të mrekullueshme gjatë udhëtimit me ndihmën e këshillave për fotografinë e udhëtimit. Ekzaminimi paraprak i pronave mund të ofrojë informacion të dobishëm për të marrë vendime më të informuara. Mundësitë e fshehura në pengesa mund të gjenden me një perspektivë të re. Nëse dita juaj fillon ngadalë, këmbëngulja mund ta ndihmojë atë të përshpejtohet. Përpjekjet akademike të sotme mund të jenë të dobishme dhe ta bëjnë të nxënit të këndshëm. Britsjapi. Përdorimi i afirmimeve pozitive mund t'ju ndihmojë në rrugën tuaj drejt mirëqenies së përgjithshme. Këto ditë, transaksionet digjitale mund të jenë të pandërprera dhe pa stres kur bëni blerje në internet. Planifikimi i kohës së lirë mund t'ju ndihmojë të gjeni një ekuilibër midis qëllimeve tuaja personale dhe profesionale. Rinovimi i shtëpisë tuaj tani mund të rezultojë në rezultate të mahnitshme dhe një transformim të mrekullueshëm të zonës suaj. Një anëtar i familjes që ju jep një përqafim të dashur mund ta bëjë ditën tuaj edhe më të paharrueshme. Ujori. Edhe agjendat më të ngjeshura mund të duken të realizueshme nëse mund të vazhdoni përpjekjet tuaja. Ruajtja e stabilitetit mund të kërkojë një qasje të kujdesshme ndaj transaksioneve financiare. Zgjedhja e një prone dhe përfundimi i transaksioneve mund të bëhet më e lehtë nëse jeni të vetëdijshëm për të drejtën tuaj për kredi. Nëse bëni disa ndryshime të vogla në planet tuaja, udhëtimi sot mund të jetë i qetë. Arritjet tuaja në vendin e punës ndoshta do t'ju çojnë në sukses. Peshqit. Me këmbëngulje dhe qëndrueshmëri, objektivat shëndetësore mund të duken më të arritshme. Mundësitë financiare të sotme mund të ofrojnë rrugë të reja për stabilitet dhe sukses. Biseda me një prind mund të jetë e ngrohtë dhe e thellë. Udhëtimi sot mund të kombinojë emocionet me bezdi të vogla për të krijuar kujtime të paharrueshme. Mund të jetë më e thjeshtë nga sa mendoni të zbuloni qiramarrës të përshtatshëm me marketing të zgjuar. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.